ton, por deklaron se kjo qeveri nuk mund të bëjë më shumë se kaq. Madje, kaq është maksimumi i saj, sigurisht i kushtëzuar për shkak të detyrimeve të prapambetura. Maksimumi është i përcaktuar. Përpjekja për të hikur përtej maksimumit, me delirin që të bëjmë një superfuqi energjetike, të bëjmë një superfuqi bërthamore, të bëjmë një superfuqi këtu e atje, na solli aty ku ne e gjetëm vendin. Në mbledhjen e fundit për këtë vit të Këshillit Ekonomik Kombëtar, kryeministri Rama vuri pikat mbi për disa çështje që ishin edhe kërkesa të qytetarëve që zbritën të shtunën në protesta para zyreve të kryeministrisë. Kreu i qeverisë u shpreh vendosur se aksioni kundër vjedhjes së energjisë nuk do të ndalet dhe se qeveria nuk do të falë askënd. Fjalë falje të kamatave, falje të borxheve, falje të këtyre, falje të atyre, nuk duhet ta konsiderojmë si opsion. Duke u ndalur tek akuzat e opozitës, por edhe të sipërmarrjes shqiptare se paketa re fiskale rrit taksat, Rama saktësoi se vetëm 3 prej tyre pësojnë rritje. Ne kemi rritur 3 taksa. Kemi rritur me 10 lek taksën e qarkullimit, akciza e duanit. E kemi thënë përpara, e them prap dhe prap, nëse do ketë mundësi, prap do arrijmë akcizën e duanit. Së treti tek depozitat. Jemi vendi më absurd në Europë dhe në Ballkan. Kryeministri dha një garanci edhe për biznesin, të cilit i premtoi rimbursim të TVSH-s, siç këta të fundit as në ëndër nuk e kanë menduar. Kemi shkuar nga 10 në 15 dhe nuk më duket se kemi bërë ndonjë gjë që juve nuk e keni mbajtur dot. Përkundrazi, gëzohem shumë, ju shoh në formë dhe të kënaqur. Rimbursimin e TVSH-s i dashur Nikolin e keni siç nuk e keni parë në ëndrrën tuaj më të bukur për 20 vjet rresht, apo jo? Korrupsion këtu, korrupsion atje, korrupsion, por nuk kam dëgjuar në sipërmarrës të më thotë duhet mu desh të paguaj për të marrë rimbursimin e TVSH-s.